Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya ilahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në vazhdim e rubrikës Ti pyet, Kurani përgjigjet. Për sot, inshallah, do të mundohemi të përgjigjemi pyetjes se cila është urtësia e ndalimit të kamatës sipas Kuranit. Në ajetin 278 të surës Bekare, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. O ju që keni besuar, friksojeni Allahut dhe hiqni dorë nga kamata, nëse jeni besimtar të vërtet. Një nga çështjet e rëndësishme jetësore, ekonomike dhe morale që trajton Kurani është ndalimi i kamatës. Feja e pastër islame, ashtu siç është vetë, dëshiron që pasuesit e saj të jenë të pastër nga çdo anë. Islami nuk e ndalon kamatën thjesht si rregull financiar, por si një parim themelor për drejtësinë shoqërore dhe pastërtinë morale të shoqërisë. Sipas fjalorit të gjuhës shqipe, fjala kamat ka kuptimin e të hollave që merren me përqindje për një hua të dhënë dikujt tjetër. Fjala riba, kamat në Kuranin famëlar, ka kuptimin e shtimit dhe të rritjes, pra të shtimit të pasurisë dhe të rritjes së saj, nëpërmjet pra interesit, fajdës. Kamata përmendet drejt për drejt në 4 sure të Kuranit dhe në 8 ajete. Përmendet në surën Bekare nga ajeti 275 deri në ajetin 279, ku Allahu i madhruar thot: ata që marrin kamat për fajde do të ringjallen në ditën e gjykimit si ai që djalli e ka çmendur me prekjen e vet, sepse ata thonë se tregtia është një lloj si kamata. Por se Allahu e ka lejuar tregtin dhe e ka ndaluar kamatën. Ai të cilit i vjen këshilla nga Zoti i tij dhe i shmanget kamatës, le ta mbajë atë që tashmë ka fituar dhe fati i tij është në duart e Allahut. Ndërsa ata që i kthehen kamatës sërish do të jenë banor të zjarrit ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Allahu ja heq çdo fitim kamatës, kurse e rrit përfitimin e bamirësisë, sadakas. Allahu nuk i do ata që janë mohues, gjunaqtar. Ata që besojnë dhe kryen veprat e mira, falin namazin dhe japin zakatin, do të kenë shpërblimin te Zoti i tyre dhe nuk do të kenë pse të friksohen apo të pikëllohen. O ju që keni besuar, keni frikë Allahun dhe hiqni dorë nga kamata nëse jeni besimtar të vërtet. Nëse nuk e bëni këtë, pra nuk hiqni dorë nga kamata, atëherë ju është shpallur luftë nga Allahu dhe i dërguari i tij. Nëse pendoheni, atëherë ju takon kapitali fillestar. Në këtë mënyrë nuk dëmtoni askënd e as nuk dëmtoheni vetë. Kamata përmendet në surën Ali Imran ajetin 130, ku Allahu i madhruar thotë: o ju që keni besuar, mos pranoni kamat të shumëfisht mbi kamat,
kini frikë Allahun që të shpëtoni. Gjithashtu në surën Nisa në ajetin 161, ku Allahu thot, për shkak se merrin kamat, megjithse kjo ishte e ndaluar për ta, dhe për shkak se përveçonin padrejtësisht pasurinë e njerëzve, jo besimtarëve midis tyre ne u kemi përgatitur një dënim të dëmshëm. Pra nga ajeti kuptohet se edhe në para Islamit kamata ka qenë e ndaluar. Ndërsa në ajetin 39 të surës Ankebut, Allahu i madhruar thot për kamatën sërish, dhe atë që e jepni si kamat që të shtohet në pasurinë e njerëzve, ajo nuk shtohet tek Allahu. Ndërsa atë që e jepni si zekat, duke kërkuar kënaqësinë e Allahut, afrimin tek Allahu, të tillët janë ata që do të shumëfishohen në shpërblim. Trajtimi më i plot i kamatës gjendet në surën Bekare, ku Allahu i madhruar në ajetin 275 thot, Allahu e ka lejuar shitblerjen ndërsa e ka ndaluar kamatën. Madje në ajetin 279 po të surës Bekare, Allahu i madhruar thot, nëse nuk hiqni dorë, atëherë merrni njoftim për luftë nga Allahu dhe i dërguari i tij. Kjo është një nga shprehjet më të forta në Kur'an, që tregon seriozitetin e fortë të ndalimit të kamatës. Por, cila është urësia e ndalimit të kamatës? Ashtu si shumë gjëra që Kurani i ka ndaluar, të cilat kanë urtësinë e tyre. Pra, ndalimi i tyre ka urtësinë e vet, po ashtu edhe ndalimi i kamatës ka disa urtësi. Nëse njerëzit do të njiheshin me këto urtësi të ndalimit të kamatës, nuk do të përdorin dhe nuk do të bashkëpunonin pra me kamatën. Çdo gjë që ndalon Kurani është për të mirën e njerëzimit. Sepse të gjitha ndalesat e dëmtojnë njeriu. E shkatërrojnë qoftë si individ, qoftë familjen, po ashtu edhe shoqërinë. Ashtu siç ligjozi ka ato dëmët e mëdha që ne i përmendëm më parë, edhe kamata ka dëmet e saj. Prandaj, Allahu krijuesi ynë na e ka ndaluar kamatën. Urtësia e parë e ndalimit të kamatës është ruajtja e drejtësisë shoqërore. Sepse kamata krijon pabarazi të thella ekonomike. Ai që jep me kamat, pra me interes, me fajde, ai fiton pamund. Ndërsa, ai që merr hua, zakonisht kur është në nevojë, detyrohet të paguajë më shumë se sa ka marrë. Dhe kjo bën që pasuria të grumbullohet në duart e një pakice, siç është edhe sot, ku pasuria më e madhe është në duart e disa qindra të pasurve. Ndërkohë që me miliona e miliona njerëz vuajnë nga buka e gojës, nuk kanë se çfarë të hanë. Ndërsa ana tjetër, këto qindra të pasur që zotrojnë pasurinë e botës, duke u marrë pra, duke shtuar atë pasuri edhe me kamatën. Kurani i Shenjtë synon një sistem ku pasuria të qarkulloj në mesin e njerëzve në shoqëri dhe të mos përqendrohet vetëm tek të pasurit. Në ajetin 7 të surës Hashr, Allahu i madhruar thot,
që pasuria të mos qarkulloj vetëm ndër të pasurit prej jush. Pra, kjo ishte urtësia e parë e ndalimit të kamatas, është pra ruajtja e drejtësisë shoqërore për çështjet ekonomike. Sepse kamata thellon akoma më shumë krizën ekonomike në shoqëri, në shtete, në borxhet e shteteve. Urtësia e dytë e ndalimit të kamatës është mbrojtja e të dobët. Në shumicën e rasteve, ai njeri që merr hua, ose është në vështirësi, ose është në krizë financiare, ose është në varfëri, ose ka nevojë emergjente. Islami urdhëron për ndihmë dhe solidaritet, e jo për shfrytëzim të dobësisë apo të vështirësisë financiare. Prandaj në ajetin 280 të surës Al-Baqara, Kurani urdhëron e thotë, nëse ai është në vështirësi, jepini afat deri në lehtësi. Pra nëse borxhliu është në vështirësi, Kurani na thotë jepini afat deri në lehtësi. Pra mos e impononi që ai të shkoj dhe të marrë para me interes, me kamata apo me fajnë. Këtë na urdhëron Kurani. Madje Kurani shkon akoma më larg. Ai nxit edhe për faljen e borxhit, ta quaj si sadakat. Pra, logjika kuranore është mëshirë dhe lehtësim, jo presion dhe fitim mbi fatkeqësi, vështirësi, krizën ekonomike të tjetrit. Urtësia e tretë e ndalimit e kamatës është pastrimi moral i shoqërisë. Kamata ushqen lakmin dhe egoizmin. Ajo krijon një mentalitet ku fitimi bëhet qëllim absolut, pa marrë parasysh gjendjen e tjetrit. Pra si që theme, a ka apo nuk e ka litarin fyta i tjetri, fajdexhiu nuk do të ditë. Ati i intereson vetëm fitimi, grumbullimi i pasurisë. Dhe ky grumbullim pasurie me fajde, me kamat, është haram, është i ndaluar. Në ajetin 276 të surës Bekare, Allahu i madhëruar thotë, Allahu e zhduk kamatën dhe e shton sadakan. Kjo tregon një të vërtetë të thellë, e cila është se nëse kamata duket si shtim matematikor, në realitet ajo e shkatron bekimin, shkatron moralin dhe stabilitetin shoqëror. Pra, pamjetjashëm mund të duket pra që kamata e rrit e shton shumë pasuri me përllogëritje të matematikore. Por në realitet kamata e shkatron bekimin, sepse nuk ka bekim në atë pasuri që merret me kamat. Kamata shkatron moralin dhe stabilitetin shoqëror. Ndërsa sadakaja që në dukje zvoglon, duke sikur zvoglon pasurinë, në realitet sadakaja, bamirësia e shton bereqetin dhe e shton harmoninë në mesin e shoqërisë dhe të individëve të saj. Urtësia e katërt e ndalimit të kamatës është stabiliteti ekonomik. Pra Kurani e ndalon kamatën me qëllim që në mesin e shoqërisë, në mesin e njerëzve, të sundoj stabiliteti ekonomik. Një sistem i bazuar në interesa të larta, në borxhe të pafundme,
krijon kriza financiare, varësi ekonomike dhe pabarazi ekstreme. Historia moderne ka treguar se ekonomitë e mbingarkuara me borxhe, me fajde, me kamat, janë të brishta. Islami promovon një model tjetër. Ai model është tregtia reale, investim produktiv, partneritet në mesin e ortakëve. Pra, fitimi sipas Islamit duhet të vijë nga puna dhe jo nga fitimi i garantuar mbi nevojën e dikujt tjetër. Urësia e pestë është e ndalimit të kamatës është ka dimensioni shpirtëror. Ndalimi i kamatës nuk është vetëm çështje ekonomike, por është çështje besimi. Është çështje shpirtërore. Kurani e lidh braktisjen e kamatës me besimin e vërtetë. Në ajetin 278 të surës Bekare, Allahu i madhuar thotë: O ju që keni besuar, kini frikë Allahun dhe hiqni dorë nga ajo që ka mbetur nga kamata nëse jeni besimtar të vërtetë. Pra, largimi nga kamata është provë për sinqeritetin në besim. Të dashur vëllezër dhe motra, ndalimi i kamatës në Kur'an ka qëllime të mëdha. Ndalimi i kamatës mbron të dobtin, ruan drejtësinë shoqërore, parandalon grumbullimin e padrejtë të pasurisë, pastron moralin nga lakmia, forcon solidaritetin dhe mëshirën mes individëve të shoqërisë. Islami nuk ndërton ekonomi mbi shfrytëzimin e nevojës së tjetrit, por mbi drejtësinë, ndihmën dhe përgjegjësinë morale. Dhe kjo është arsyeja pse Kurani e trajton kamatën me aq seriozitet dhe e ndalon rreptësisht atë, sepse ajo prek themelet e drejtësisë në shoqëri. Dhe Kurani urdhëron për drejtësi. Urdhëron të jemi të drejtë në gjithë shkatën. Në ajetin 29 të surës Nisa, Allahu i madhruar thotë: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. O ju që keni besuar, mos e përvetsoni pasurinë e njëri tjetrit në mënyrë të palishme, përveç rastit kur ajo është tregti me përqim të dy anshëm mes jush. Në këtë ajet, besimtarët urdhërohen të mos e marrin pasurinë e njëri tjetrit në mënyrë të padrejtë, si nëpërmjet mashtrimit, vjedhjes, kamatës, rishvetit e tjerë. Pasuria lejohet të fitohet vetëm nëpërmes marrëveshjeve të drejta dhe me përqim të dy anshëm. Thelbi pra i këtij ajeti, i ajetit 29 të surës Nisa, është drejtësia në marrëdhëniet ekonomike dhe respekti absolut ndaj njëri tjetrit. Këtë na urdhëron Kurani. Pra, të njihemi me urtësitë e ndalesave që Kurani na i ndalon, sepse në to ka jetë, në to ka qetësi, në to ka paqë, ka stabilitet. Allahu na bëf për atyre që qëndrojnë larg të ndaluarve për harameve dhe na bëf për atyre që ecin në rrugën e Allahut, në rrugën e Kuranit, insha Allah. Allahu ju ruaj dhe ju begatoft kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.